Gjykata e Apelit në Londër ka refuzuar kërkesën e palës mbrojtëse për të bllokuar ekstradimin e Edmond Haxhis dhe 4 shtetasve britanik të akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin në vitin 2023. Kërkesa u shqyrtua për herë të dytë në apel, ku avokatët e Haxhis dhe 4 britanikëve shfrytzuan maksimalisht gafën e ish sekretares së shtetit Yvette Cooper, por ky argument nuk ka mundur që të lirojë nga burgu të kërkuarit e drejtësisë shqiptare. Ata përdorën si kartë faktin që Cooper kishte firmosur ekstradimin mbi bazën e akuzave të mëparshme dhe jo mbi ato të miratuara nga gjykata Westminster e ekstradimeve në gusht të vitit 2024. Nëse ky argument do të pranojë, Edmond Haxhia dhe 4 britanikët do të liroheshin automatikisht duke rrëzuar kërkesën e shtetit shqiptar për ekstradimin e tyre. Megjithatë, gjykatësi i apelit Justice Swift nuk e pranoi këtë argument. Gjyqtari është tërhequr për një vendim i cili do të publikohet në javët në vazhdim, që do thotë se të kërkuarit me urdhër arresti të lëshuar prej prokurorisë së Lezhës do të qëndrojnë në burg, përveç Harriet Bridgman, e cila është liruar me kusht në mbrojtje policore në një adresë sekrete. Të njëjtën David Boll, përfaqësuesi i shtetit shqiptar në këtë proces, kundërshtoi të gjitha pretendimet e mbrojtjes për të mos ekstraduar Edmond Haxhin bashkë me 4 britanikët. Referuar dosjes hetimore, Edmond Haxhia është nën akuzë si organizator i vrasjes së Ardian Nikulajt, ndërsa 4 britanikët akuzohen se erdhën si grup vëzhgimi, duke i dhënë informacione ekzekutorit Ruben Saraiva për lëvizjet e tij.